teleshikues i nderuar i Star Sporti që transmetohet drejt për drejt në këto momente në Star Plus. Të gjithë atyre që na ndjekin tani drejt për drejt pa humbur kohë, janë minutat e kësaj rubrike të sportive të gëzueshme për sportin shkodran. Është fjala për futbollin, po jo për gjithë, për superiores, aty na rreth mendja, por dhe për voleybollin e femrave që arriti në finalen e Kupës së Shqipërisë, bilezuri vendin e tretë. Sa skeptik ndoshta menduan thjesht, por është vlerësuar mjaft ekipi drejt për drejt në finalet që u zhvilluan në Pallatin e Sportit Aslan Rusi. Pa humbur kohë, filloj me panelin. Është pikërisht Alban Hasani, drejtori i Akademisë Vllaznia. Bravo. Ka dallim U17 nga U19, megjithatë më pëlqen që nuk shihet thjesht rezultati teknik. Kanë humbur U17 në një javë më parë me Laçin, por ka fituar U17, ka barazuar U19 ndeshjen në fund i dje. Normalisht ditën e keni pasur ndeshje për pametën me ekipin e Laçit. Sinqerisht ishte një turp e futbollit shqiptar, si të zhvilluar ndeshja në ato lloj kushte të madh. Qysh brezin tem vitet 90, 92, 93 nuk kishin zhvilluar fëmijët futboll në ato kushte. Por ishte të dërguar për vetë fatin sepse do të hapte shoti për fazën e tretë. Besoj sepse do U17 normalisht vitesh 4 vite, 5 vite më në kampion, 4 vite kampion rreth Shqipërisë, një vit në kampion. Dhe sa të thonë se çdo vit më dalë Vllaznia kampion, se kështu po i hupet bukuria e kampionatit shqiptar. Dhe të U19 jemi vend parë, prap. Dhe besoj se nuk është kjo pikësinimi jon, por pikësinimi jon është që dalin të lojtar, sa më shumë që të lozin të ekipi parë. Alban, më shkurt, nuk e shkopin magjik, po më ka thënë para ca kohësh dhe më është fiksuar, nuk di pse më kujtua tani. Ky lojtar do bëhet, ishte fjala për Çinarin, ky lojtar do bëhet për Krymin. Normalisht kam thënë në Kuks, ndeshjen e parë të Çinarit. Jemi kënë studio bashkë, live, dhe thashë që këtë emër më e mirë, sepse do t'jetë në lojtar më të mirë në Shqipëri. Besoj ju shiku të ndeshjen me Tiranën, ku Çinari bashkë me lojtarin tjetër të Akademisë Kalan, ban një në golet më të bukur më në Alban Hasani më mbrëma mister edhe në Star Sport. Griselda Brahimi, futbolliste dhe dorë, që ka mundur ju bandanjën 3-1. Fitore e letë? E letë, nuk mund të themi e letë, se e konsideroj një ekip kundërshtar i fortë, por prapë dhe ne kemi pasur mungesat tona me vazhdim. Griselda jeni forcuar ju dhe dori është dobësuar ju bandanja, apo? Mendoj se po. Një mbrëma miser dhe Griselda në Star Sport. Jasmina Raboshta, Shkodrani, që kur nuk ka luajtur në jug, goleador jashtëzakonshëm me butritin e Sarandës, ka luajtur në shumë ekipe, po gjithnjë thuhet se Shkodrani dhe tani luani pikërisht me Kastriotin. Arritet të bëjë edhe një 3 golç në ndeshjen e fundit, je golçënuesi më i mirë deri tani dhe pret në një telefonat nga Vllaznia e Cungut. Mirë është me pas në kontakt në jere këthejmë mundshëm. Mirë, dhe si ndodhesh me Plorin, Raboshta, me Plorin? Jeni skuadër që konkuroni me Beslidjen? Plori është një trajner që kreon një grup mirë, e mon grupin afër me një tjetër, më bashkëpunimi i mirë dhe e prytet e saj në fushë. Një miku jot, s'po ja them emrin, sa nuk është këndit thuhen gjithë emrat, më ka thënë e ka shumë vështirë Raboshta të flasi. Më kollaj e ka të bëj gola dhe ishte gati, thot, të bëj gol edhe kundër Beslidjes së Samuelit, edhe kundër Cungut të Vllaznisë, po ja që duhet edhe me fol, Raboshta. Nuk e di, më thash miku jot. Raboshta mi mbrëma miser dhe në Star Sport, orë gjithçka të mirë. E Ervin Rexha, një kundërshtar pikërisht i Raboshtës, nga Akademia e Famshme e Vllaznisë, ka luajtur me shumë ekipe. Ervin Rexha është futbollist e Beslidja. Dhe më duket çdo gjë shkon në vendin e vet. Për një moment u trëma i Korabi, duke sigurisht ai pari. Por ja që mund 3-0 tani konkuroni 1 pikë larg Kastriotit. Pra Rexha je 1 pikë larg Raboshtës. Shpresojmë ta kapim sa më shpejt dhe ta kalojmë. Mi mbrëma miser edhe në Star Sport. Trajnere e voleybollit të femrave Sadie Goga, e cila mundi gjithë skeptikët, arriti për herë të vërtetë ndeshjen e parë me Barlet Volejnë, do kemi pas pak linë të drejt për drejt, Hasan Gurabardhin,
i cili ishte kundërshtari yt i parë, ama në ndeshjen tjetër, unë kisha nderin që isha dhe pash takimin, vajzat duhet kishin fituar pastër 3-0 për i ka kjo voleybolli, ka shi vajzave 7 gjata dursake dhe fitua 3-1 duke zënë vendin e 3. Sukses? Sukses. Normalisht, ekipi i voleybollit vajzave arriti një sukses, si që the edhe vetë, skeptik për të gjithë, sidomos për klubin, për opinionin, po falë punës që kemi bërë, dhe më thanë, u arrit një rezultat i pa parashikueshëm. Kështu që unë jam shumë e lumtur dhe e kënaqur, gjithashtu edhe vajzat dhanë maksimumin. Dhe bateri tani do t'jenë kampionat. Pa tjetër. Do kemi një lidhje me Gjergj Vyshkën, e që do na informoj dhe mësova që pikërisht mbas kupës do t'jetë edhe kampionati me play-off, dhe ai më dha një lajm të mirë, do ta dëgjojmë vetë Gjergjin, edhe basketbolli i femrave është deri tani në kaç është në play-off, po do luftoni dhe ju për atë fazën play-off në kampionat, çka do ishte arritja më e madhe të paktën në këto vite, se gjithë kanë dëshirë, po dëshira nga e thëna është një malje tërë për të kaluar. Unë shpresoj varet tash se si do të zhvillohen ndeshjet, janë disa se si do ndahet ndeshja Partizani me Durrësin, domethënë nëse njëra rreth tjetrën e kemi edhe ne një shpresë që mund të him 4-she. Mi mbrëma sa dje Goga mi se erdhe në Star Sport dhe i kujtoj dhe kolegëve të tjerë, për shembull dhe të voleybollit të meshkujve, që paktën refuzuan, kishin punë, e menduan ndeshjen e fituar, pikërisht të finalet e kupës luajshin në Shkodër, por ju rikujtoj kaloni nga herë nga Star Sporti se është shans, kjo studio është shans. Ashtu si dhe për basketbollin. Mi mbrëma Dashamir Sherja, të kam qytur historian sporti, ki ke marruar fiskultur, ke marruar aktor, ç'ne tani historian sporti, ke marrë përsi për të bësh enciklopedin e sportit shkodran. Mi mbrëma, faleminderit për ftesën. Jo do bësh, e bëra. Ke bërë. Marruar. E kam redaktuar nga ana sportive, tani jam duke redaktuar nga ana gjyqësore. Një shok i joni që nuk po jap emrin se mos e quani si reklam, ka afruar nimin e tij për ta botuar, së shpejti, inshallah, do e shihni. Mi mbrëma profesor Dashi mi se erdhe në Star Sport. Do kemi kohë. Jo, se the për kafen e madhe. Duhet të kënaq. Nesër ne do pregatitemi, ju them që tani paradhënik se kam bërë me asnjë profesor Dashi, të premte në rrëfim do dëgjoni këtë zotëri i cili ka marruar për aktor, por nuk ka luajtur asnjë film, asnjë teatr, ka marruar për fiskultur, ka qenë pedagog e tjera, të premte në rrëfim. Më thot regjia që kam në linjë të drejt për drejt në telefon Gjergj Vyshkën. Gjergj, mi mbrëma. Mi mbrëma Pirro dhe faleminderit për ftesën në Star Plus. Po, ju dëgjojmë informacionin nga lojrat në dorë. Atëherë informacionin nga lojrat në dorë, para mu më vjen keq që për herë të dytë më ndodh që Vllaznia brenda në Shkodër nuk arrit të marrë një trofe të rëndësishëm siç është Kupa e Shqipërisë në voleyboll për meshkuj. Ka ndodhur edhe në basketbollin e meshkujve ku shkodranët janë prehur në një shprehje shumë popullore për të marrë dhe Kupën e Shqipërisë siç kanë bërë dhe vitet e kaluara. Dhe me një logjikë të thjeshtë i bie që nuk duhet bërë aktivitete të rëndësishme të lojrave në dorë Shkodrës, sepse Vllaznia e karikuar ndoshta keq nga atmosfera që e rrethon, nuk arrin të fitojë në fushën e vet, dhe vetëm duhet të fitojë jashtë Shkodrës. Për sa i përket voleybollit të femrave, ne kemi qenë prezant në Kupën e Shqipërisë në Afrarusi. Ka ndodhur fenomeni më i paparë në voleybollin e femrave shqiptare, kur gjysmë finalet e Kupës së Shqipërisë, që është aktiviteti i dytë më i rëndësishëm i sezonit, spostohen në aneksin e Afrarusit sepse në sallën kryesore duhet luhet basketbolli. Një mos koordinim midis dy federatave, sepse drejtuesit e ri akoma nuk gjejnë dot gjuhën e përbashkët me sekretarin e përgjithshëm të Federatës Shqiptare të Basketbollit, një shkodran i minjor si Korab Lozani, dhe për lloj oraret nuk arrin të spostohet dhe voleybollit nuk i jepet rëndësia e duhur. Me merit vajzat e Sadie Gogajt kanë dalë në vendin e tretë në Kupën e Shqipërisë kur kanë mundur të udhën, ndërsa siç dihet ashtu si studenti në voleyboll për meshkuj dhe baleti në voleyboll për femra janë fitues të Kupës së Shqipërisë duke u bërë të zakonshme
tashmë në trofet kombëtar të rrjetës shqiptare. Gjergje, më bëri përshtypje, unë kam dhe trajnerin këtu në studio, një nënvecim i jashtëzakonshëm. Për shembull, megjithëse ishte ndeshja finale, vendi 3-4, nuk ishte arbitër anësor. Kur ishte nda një pikë, ti e di tani, volejbolli është bërë si tenisi, nuk ka kamera. Televizionet nuk pretenduan, imagjinojnë vajzat të reja, ndoshta një mungesë pse mos ipesh dhe në ekranin e televizionit. Përveç asaj pasaj ne jemi zotët e shtëpisë dhe do ta gjumojmë ne, edhe Star Sporti shumë shpejt, ndoshta do të jetë lidhje të drejtë për drejta për ta përmirësuar vllaznin. Defekte që duhet eliminohen? Defekte që duhet eliminohen sepse nuk mund të bëhen në 4 ditë finalet e Kupës së Shqipërisë në volejboll për meshkuj dhe volejboll për femra. 2 ditë në Shkodër dhe 2 ditë në Tiranë. Ka pasur një procedurë në drejtuesit e dikushëm të Federatës Shqiptare të Volejbollit që finalet e Kupës së Shqipërisë bëheshin në një harë kohor për një javë. Domethënë, në premtet shtunë në fund të janarit ishin volejbolli për femra dhe premtet shtunë në javën e parë të shkurtit ishin volejbolli për meshkuj, të dyja në prag të fazës 2 dhe nuk isha asnjë lloj përplasje me basketbollin. Kalojm te basketbolli, Gjergje. Atëherë, ke basketbolli kemi një fitore të dytë të vllaznisë në Durrës ndaj të Utës 64-48, ka fituar Kamza me vështirësi me Partizanin 66-60 dhe vazhdon Tirana serialin e fitores të vetave kur ka fituar këtë javë në Vlorë. Ndërsa në basketboll për femra vazhdon vllaznia të fitojë edhe në transfertën e Korçës, 81-48, ka marrë vendin e 4 dhe është brenda Kaçës, pa nisur faza e 3 Kaçës që do të luajë për titull kampion, dhe fazën e 3 mbi bazën e skemës do ta nisi me përballë Skënderbeut tashmë në Qazim Dervishi. Flamurtari ka fituar me Tiranën 77-67, Studenti ka bërë surprizën ku ka mundur Kamza Basket 65-53 dhe Goga Basket që është në vendin e dytë ka mundur Elbasanin 106-67. Pra, kemi në basketbol një javë të mirë për vllazni, si për femra ashtu dhe për meshkuj, kemi një javë deri diku të mirë për volejbollin e meshkuj dhe volejbollin e femrave që janë në vendin e tretë, ndonse vllaznia duhet të ishte fituese e Kupës së Shqipërisë në volejboll për meshkuj në Shkodër. Gjergje, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për Xadie, ke ndonjë pyetje Gjergje që mund përgjigj? Jo, nuk ka pyetje. Ka ndonjë pyetje? Alban ke ndonjë? Fala thot Albani. Po të bëjmë tifos Shkodre. Natën Gjergje. Unë kam i lidhje me Shkodrën nga familjarët e mi, kështu që unë jam i mirëpritur besoj në Shkodër. Kështu thonë të gjithë. Kush e ka mirë me Shkodrën e ka mirë me Zotin. Se është dhe Kalaja, mbi Kalan është vetëm Zotin, mbi Kalan e Rozatës. Gjergje, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ishim me Gjergj Vyshkën, kolegu ynë sportiv i cili na informoi për volejbollin dhe për basketbollit. Si duket Sadie po ecën shumë sport që në Shkodër. Po njerëzit janë mësuar duan vetëm titull kampion, fitojnë kupën, dalin kampion. Po normal, edhe vendi i 3, 4, 5, 6 do ta ketë dikush. Nuk është të thënë që duhet të dalin se s'bën ekipet vend parë, se atëherë do kishte kuptim vetëm Shkodra, hajde zër vendet e para dhe. Më tregon pak për gjysmëfinalen e sidomos të dytën ndeshjen me Durrësin, ku vajzat ishin shumë pranë fitores së pastër 3-0. Por ishte një moment që dhe mund të humbit, mund të kalorim set final. Këto gjëra ndodhin në volejboll, nuk është se është hera parë kjo, po gjithsesi ne ishim shumë më lart se sa ekipi i Durrësit, edhe unë për asnjë moment nuk e mendova se ne do ta humbim atë set. Kështu që loja ishte në favorin ton. 3-1, çdo gjë ishte perfekt. Po pastaj ishte pikërisht, po regjia kam një sinjal që është në linjë trajneri që fitoi kupën e Shqipërisë, që sot për sot është njëshi Hasan Gurabardhi. Hasan Gurabardhi mi mbrëma. Jo, nuk më Nderuar profesor Piero Rovina, respekt e miku dashur. Mi mbrëma. Atëherë profesor Hasani, si u zhvilluan këto finale dhe konkurrentja më e madhe juaj mbetet Tirana? Pa diskutim, pa dyshim, Tirana është një rival i fortë. Si vjetë specifika e kampionati ka qenë veçantë, se shumica lojtarëve që janë titullarë që ka vënë tonë në volejboll 10 vjetëve të fundit janë pozicionuar në 2 ekipet, ke Baleti Volej dhe ke ekipi i Tiranës. Kështu që normalisht të gjitha neshjet që kemi zhvilluar si vjetë me Tiranën kanë qenë të denja, kanë qenë luftarake, siç ishte edhe finalja e paranoshme e Kupës së Shqipërisë. Ndërkohë për 2 ekipe janë pak për konkurrencë.
Ka dhënë sinjale dhe ekipi Durrësit dhe ekipi Vllaznisë. Unë kam trajnerën Sadie Goga këtu. Ju e pata të finale të vërtet, ku Vllaznia fitoi 3-1, ai sa fituat edhe ju ndaj Tiranës. Mendoni që duhet zhvillohet më shumë voleybolli? Më shumë skuadra konkurrente? Pa diskutim duhet, por edhe janë dhe skuadra tjera konkurrente, progresoj skuadrën e Vllaznisë, sepse në këto finale të kupës, i parë që me qenë janë vajzat të reja, janë vajzat në perspektivë, si që ka qenë 2 vitet e fundit, po me dhe më duket më të konsoliduar, më duket ekip më kompakt dhe më rivalizues. Dhe mendoj që janë pretendent të fortë për të hyrë në katërshën e play-offit të kampionatit shqiptar. Normalisht sepse profesor Piro, edhe kjo që ka ndodhur 2 ekipe që e thash më përpara, janë rreth 10 vajza nga kampionati shqiptar që si vjet ka shkuar në Kosovë. Kështu që e kam dëmtuar 10 skuadra, 10 lojtarë janë pak të një ekipe gjysmë në voleybol. Edhe ato luajnë. Por besoj që vitin tjetër do kthehen në kampionatin tonë dhe them që do jenë vitin tjetër jenë prapë 4-5 skuadra rivale njëra me tjetrën. Për mendimin tim. Hasan Gurabari, të falenderoj për kupën, të falenderoj për titlin që ose meriton, në fundit le të luhet, le të fitoj ai që meriton në tapet aty në fushë. Falenderoj. Edhe unë të respektoj shumë miku vjetër i Gurabarit dhe i voleybollit Qiakas. Na unë vi. Falenderit, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me Hasan Gurabardi. Ju lavdroj shumë sa dje. Falenderit për komplimentet. Megjithatë, ato që tha profesor Hasani janë të sakta, sepse grupi me të vërtetë është i ri, por është me perspektivë, vajzat janë të gjata, nga një të drejtë, që unë shpresoj dhe besoj që këto do t'japin shumë në të ardhmen. Vazhdoni të jeni gjithë një drejt për drejt në ekranin e Star Plusit. Presim të telefonatën e famshme të çdo jave, pikërisht me kolegun ton drejt për drejt nga Radio Kosova, Ganiko Sumi. Por le të kalojmë te regjia pikërisht nëse do të gati, kur të jetë gati, ne mund ta fusim direkt në linjë. Tabela e parë është për femrat Griselda, shikojmë rezultatet e javës së 11, ku Dajti është mundur 0-7 nga Tirana AS. Apolonia ka mundur Akademina Ajax 11-0. Kino Studio 7-0 vajzat e Skënderbeut. Vllaznia kampionia ka mundur në Durrës Teutën 4-0. Griselda dhe shoqet e saj dhe Dori ka mundur 3-1 ju Bandanjën. Klasifikimi është i veçantë mbas këtyre rezultateve, është ekipi i Vllaznisë që nuk një fjallën barazim as humbje, ka shënuar 88 gola, ka pësuar vetëm një, raposhta libri Guinness, 88 gola në 11 javë, 33 pikë maksimale, Kino Studio 27, Tirana AS Apolonia 22 dhe Dorë, i Griseltës dhe shoqeve të saja 21, Skënderbeu 15, ju Bandanja 13, Akademia Ajax 6, Teuta 3, Griselda, Dajti -9 pikë, sepse u dënua tani ka humbur frigorifer. Duket është vetmja skuadër që do mbylli kampionatin me -1 pikë. Si u luhet kjo javë? Them mirë, por Ka probleme në futbollin e femrave, për shembull, arbitrimi, lojtarët? për arbitrimin them se po, nuk janë më arbitrat. Dhe me kanë barabartë, jo me majtë anën e njanit, për shembull, njanit ekip. Arbitrojnë gjyqtare femra? Edhe femra edhe meshkuj. Alban, pse nuk kalon edhe femra, për shembull, kemi atë gjyqtarin që është punonjëse e forcave të policisë, për shembull të arbitroj, për shembull gjyqtare 4 sot, për shembull në finale do ta quajnë ato që quhet siç ishte Partizani që arriti nuk e majti fitoren për barazoj me Skënderbeun në Qemalstan. Jo, edhe me futbollin e moshave të akademive, edhe futbollin e judis parë edhe dytë, arbitrat femra. Besoj si kjo vajzë që përmend jo është në vajzat e vetme femër si ka sistemin e FIFA-s, është kësisht normale. Po. Griselda, le qikojmë parashikimin e javës së 12, kalendari i cili regjia na e nxjerr, do të luhet ditën e shtunë, ju Bandanja pret Dajtin, Tirana AS pret Teutën, Vllaznia Kino Studion, ky është takimi fort, luan e para me dytën, pavarësisht do ketë fuqi Kino Studio i përballojë vajzave të Lazar Matis. Skënderbeu pret Apolonin dhe Akademia Ajax
dhe dorë, derbi i Shkodrës. Këtë më të fundit të dësha. Mund të mundeni nga Akademia Ajax? Se besoj. E të regon fusha. Kalojmë të kategoria e parë, i gatshëm Raboshta me Regjën, rezultatet e javës së 18, që ishte java e fundit e fazës 2, Beslidhja Iliria 2-0, Mamurasi 0, Boreli 1, Erzenia Ada 3-0, Kamza ka mundur me këtë rezultat Korabin, ndërsa Kastrioti ka mundur skuadrën që ka një portier amerikan, është portieri Besës, 4-3. Dhe përfundimisht klasifikimi përfundimtar i fazës 2 është i tillë, regjia e nxjerr klasifikimin. Kastrioti ka vendin e parë me 40 pikë, megjithëse janë hequr 3 pikë për një rumun, i cili nuk është paguar para 5 vjetësh alban, që xhiroi erdhi te Vllaznia, te Kuksi, por te Kastrioti mbeti dhe i paguan dhe jo, nuk arritën do ta paguanin në kohë dhe janë hequr 3 pikë Kastriotit. Normalisht, nuk ka vetëm ekipi Kastriotit, kanë shumë ekipe në Shqipëri që kanë këtë problem. Ndërtarësët, në Vllaznia, Vlora. Atëherë po të ndëroj pak, ka problem dhe te Tirana. Pse Tiranës ju shty dhe Kastriotit nuk ju shty për ta paguar borxhin? Pse Vlorës ju shty dhe Kastriotit nuk ju shty? Apo jo Reç? Tani ti jeton në Tiranë, mund t'ja bësh këtë pyetje federatës. Jam tepër jetoj në Shkodër, në Tiranë shkoj i viteni kështu. Tranzit. Ata mund ta dinë më mirë. Unë bëj të them thelbin e motivit, domethënë se çdo ekip Shqipëri ka këtë lloj problemit. Okej. Atëherë vazhdojmë dhe një klasifikimi se ka të bënte shumë klasifikimi, se në bazë të klasifikimit e para me 10 bëshe, Beslidhja ka vendin e dytë me 39, Korabi vendin e tretë me 38, pastaj janë të larguar skuadrat, Erzeni 29, Kamza 23, Besa me portier amerikan 22, Burreli 21, Iliria 17, Ada Jon 12 dhe Mamurasi skuadra që mbyll tabelën 8 pikë. Dhe pikërisht e filloi, me këtë ta filloi me Ervinin. Ervin, Ada rrezikon? Ashtu e neshe direkte që ka më përbol Ada me Mamurasin, besoj që aty do qifet. Rabosht, shpëton Ada? Shala pështon, që të lozin të kena apsina Demberi që s'monën me lujtë e Vllaznia, të lozin të Ada. Rabosht, për shembull Beslidhja, nuk mund dalje para Kastriotit. Si dihet futboll është topi Romuald. I Romuald sa thonë është dhe me gonga. Reç, do ta parakaloni? Beslidhja ka 4 vite që investon. Besoj inshallah si thojmë ky vit është i juni. Okej. Alban, ju pa qëllim të zgjodha panelin se mendova gjatë, pikërisht këta janë djelmosha të Akademisë të Shkodrës. Pra luajnë Shkodrani kundër Shkodrani. Shiko, po të shikoj Beslidhjen, janë 90 lojtarë të Akademisë Vllaznia. Po të shikosh edhe ekipi i Kryqëzit ka 5 lojtarë. Kjo është një fat i joni i Shkodrës, ndoshta është tradita jon çdo lloj sportit, po sidomos në futbollin me sportin e futbollit, ku kam theksuar herë tjera dhe janë 1200 fëmijë ndisi stërvitin këtë qytet edhe detyrimisht do të provojmë. Edhe prodhimi i fundit në Akademinë Vllaznia, unë do ta bëj një urim sande, një lojtar i fundit të Akademisë Vllaznia U17, Enesi Sufi, si është në Greqi për terapi intensive. Enesi është grumbulluar me ekipin kombëtar. Është lojtar e ekipit kombëtar shqiptar dhe Federata Shqiptare e Futbollit dhe do të falenderoj edhe trajnerin Xhemin, si se thrasim na, si ka bën një politisë të veçantë që ky lojtar të jetë gati për në eliminatorët e Europianit në tetor në Tiranë, që të shkojnë të bëjnë terapinë në Athinë, ku kanë bërë gjithë lojtarët më të mirë në shqiptar. Këtë e ka marrë përsipër Federata. Federata Shqiptare e Futbollit bashkëpunim. Normalisht, kryesorin e Vllaznia, sepse është lojtari joni dhe është e armja e Vllaznisë, e armja e futbollit shkodran, sepse është i qendërmorës një etate 8 i gjatë, vetëm 15 vjeç e gjys, dhe besojmë se jemi të mshar shumë në akademi si ky rol qendërmorës jemi duke vujt disa vite, po dhe shpresojmë si ta dy vitet e fundit të përshtatna dhe gjejmë lojtar të elementet kryesor për qendërmorës. Ko dihet domethënë edhe Fanga, një lojtar kapiteni i skuadrës të U19, sot let tek ekipi i Tërbunit Super League me një parti të shkëlqyeshme. Pra jemi duke msha. Është fjala për Karakaçin.
Karakaci është lojtar mësueshor, kurse Fanga është stoper, mbrojtës i djathtë dhe është 18 vjeç dhe jemi duke mëshuar me Detorin Grima si qendërmbrojtësat, domethënë ti vend pavarësisht qendërmbrojtës se ka shumë vite si nuk pa dalë qendërmbrojtës. Marvini po regjistron. Ti më the për Qinarin kur filloi. Ky Enesi Sufi bëhet për vllazni, pastaj mund bëhet për Napolin, se e merr Napoli më shpejt se e merr vllazni. Interesant të bëhen për Kurse Raboshën e merr Saranda. Dëshira jonë gjithë e jona domethënë si to fëmijë të lozin pak të njëjtëshe me ekipin e Vllaznisë, sepse gjithë mundi i djersa jonë domethënë konkretizohet me lëvizjen falën e Vllaznisë, sidomos në ky stadium të mrekulluar që do të bëhet. Atëherë normalisht mos i dyne duke qenë pjesë edhe ekipit e kombëtare. I urojmë sukses në karrierën e tyre. Atëherë Nilsi në urojmë të bëhet sa më shpejt, edhe mendimin e federatës në Greqi, dhe të kthehet i luaj futbollit. Edhe Vllaznia janë bashkëpunimi i jashtëzakonisht mirë. Le shikojmë dhe javën e 19 e thënë ndryshe, java e parë e fazës së tretë, edhe 9 takime dhe njëra prej këtyre treshëve, Kastrioti, Beslidhja, Korabi, do jetë në superiore. Po nuk do të zëvendësoj Vllaznin, mund të zëvendësoj këtë doj, Tërbunin, Byllësin, Flamurtarin, Laçin, se Vllaznia ka një strateg që i dha rezultatet me loj për dhe me gola në këto 2 javë, në këtë javë që po mbyllim, kur ka shënuar jo pak 7 gola dhe ka psuar vetëm 1. Le shikojmë kalendarin e javës së 19 të kategorisë së parë, ku ditën e shtunë do të kemi Kastrioti edhe njëherë te kategoria e parë Regjia, te kategoria e parë para kësaj numrin 6. Atëherë ky është kalendari. Raboshta, Kastrioti do të ketë përballë Mamurasin. Beslidhja Rec do ketë përballë Adem. Si do e bëni këtë takim? Takime të lehta. Nuk duhet t'i nevlerësojmë, ato janë ndjem Shkodran, to ndjem që dinë me luajtë futboll. Qartë. Raboshta me Mamurasin, skuadra e fundit. Duhet me nevlerësu, po varësisht sa në fundit. Korabi pret Ilirin, Erzeni pret Burreli dhe Kamza pret Besën. Sot Vllaznia është një lajm i fundit që interesant të dyve, këto është lajm i bukur, domethënë presidenti Korabit ka ndërheqjen pa një orët. Dhe detyrimisht domethënë janë njerëz që janë fut risa sport për momental dhe besoj si Korabi tani ka dalë jashtë luftës për titull, sepse duke shikuar si Kryja dhe Beslidhja ka 2 strateg në bankinë e tyre, nga 2 Shkodran, 2 pjesëtar të Akademisë Vllaznia dhe unë mendoj se do të jetë një kampionat shumë i bukur ndërmjet Kastrioti dhe Beslidhjes. Rabosh, pse është lajmi i bukur thot? Po lajmi i bukur sepse Po pyet Raboshtën, pse është lajmi i bukur? Lajmi i bukur se janë 2 ekipe që kanë pothuajse gjysmën e futbollistëve Shkodrana, trajnerët e kanë Shkodran. Rec? Lajmi i bukur sepse ka ikur ai presidenti Korabi që siç erdhi dhe iku. Lajmi i bukur, mund të themi lajmi i bukur, na vjen keq për ato çuna se gjithë punojnë, se kjo është pasion. Lajmi i bukur për ju sepse ky zotnia nuk ka punuar edhe Dhe masa nuk e pranon Recep, si do të imponosh Recep se punuar edhe jashtë fushit, domethënë punuar jashtë fushit, është shumë vërtet. Prandaj po kjo është ide, domethënë. A ka punuar jashtë fushit, pati edhe një përplasje duket, dhe shpëtoi mirë. Po normalisht. Gjatë së javës si duket. Është një pjesë ku për shembull presidenti i Lesh ka vite si vetëm nga ana e tyre konjunkturave nuk merr pjesë në këta. Asan kalojmë te superioria, janë rezultatet e ditës së mërkur, java e 25, ku Byllësi u mund në Ballç nga Partizani, Tërbuni u mund nga Vllaznia e Cungut 4-0. Pikërisht në Puk, Kuksi me Laçin 1-0 fitoi Kuksi, Tirana barazoi me Flamurtarin dhe Skënderbeu fitoi vetëm 1-0 me Teutën. E kalojmë shpejt edhe klasifikimin e të mërkurës, ku vazhdonte të kryesonte skuadra e Skënderbeut me 59 pikë, Partizani 55, Kuksi 41 së bashku me Teutën dhe Tirana zbret në vendin e 5, humbi derbin duke qenë me 40 pikë. Laçi mbeti me 29, Vllaznia avancoi 3 pikë, 23 në vendin e 7, Flamurtari në vendin e 8 me 21, Byllësi 20 dhe Tërbuni 13. Por çfarë ndodhi një javë më pas, pikërisht ditën e shtunë dhe sot që është mbyllur komplet java e 26. Le të ndjekim rezultatet
Regjia bën gati ndeshje që sapo ka përfunduar, ka qenë ajo që luajt sonte para se fillonte rubrika Partizani Skënderbeu 1-1. Flamurtari ka barazuar në Vlorë me Byllësin 0-0. Vllaznia ka shpartalluar me lojtarë të rinj edhe Tirana me shumë probleme 3-1 në Shkodër. Kuksi ka fituar me Trbunin për vetëm 1-0 dhe Laçi është mundur në Laç 1-2 me Teutën. Klasifikimi sotëm është ky, vazhdon të kryesojë skuadra e Skënderbeut duke ruajtur 4 pikë diferencë, 60-56 Partizani, Kuksi Teuta 44, Tirana 20, Laçi 29, Djemtë e Cungut 3 pikë mbrapa 26, por ka Flamurtarin me 22 pikë, Byllësi 21 pikë dhe Trbuni. Rabosht, më them që është në kategori më poshtë në këtë moment skuadra Pukjane, megjithëse luan fort bukur. Vjen keq Trbuni që janë këtë gjane, Se e filloi mirë. ka shumë vështirë. Plori e ktheu bëri histori, mbas 60 sa vjetësh e ktheu për ja që nuk diti, nuk menaxhoi mirë. Biles me po tash në fazë 2 që i kanë shkuar sa shkodan tash po bën lojën më të bukur. Më të bukura dhe arritje rezultate të bukura. Vështirësi Dhe le të shikojmë edhe parashikimin për javën e ardhshme, pikërisht java e 27 Tirana pret Kuksin. Është parashikuar që të luhet në një ditë, federata i ndryshon me orë. Trbuni pret Laçin, Skënderbeu pret Flamurtarin, Partizani udhton në Durrës, Vllaznia luan në Ballç. Alban, Ballçi. Bashkë, ky është kalendari. Si e parashikon? Normalisht është javë shumë e fortë, duke duke luajtur Tirana Kuksi që është direkt për Europë. Po ashtu Trbuni me fitore në fut Laçin në ujë në Tubëda për mjetesë. Skënderbeu me Flamurtarin, si Flamurtari duhet po ashtu për mjetesë Skënderbeu për vendin e parë. Teuta Prizani më besoj që është ndeshja Teuta Prizani Vllaznia me Ballçin në dy ndeshjet kryesore kësaj javë, sepse Teuta bën pjesë për Europë, po ashtu dhe Prizani për mi afru Kreut. Besoj se Vllaznia me këto dy fitore për 4 ditë ka dhënë një besim shumë mall ekipit dhe stafit. Unë mendoj se Ballçi tani është në presion shumë mall, sepse po shikon dëshmon rënien e saj pak e nga pak dhe mendoj se me barazim ose fitore mund ta mbyllim në ciklin e mjetesë Vllaznisë sa më shpejt jetë mujtën, sepse ky ekip çka ka prodhuar lojë është krem si të shkojnë deri këtë game. Dhe shikojmë autorët e 4 golave, pikërisht do të fillojmë atë që ka pikë dobët. Asani Qinari ka bërë golin e parë në takimin në Puk. Ky është goli i parë. Një gol spektakël, nuk e di pse më kujtoa Mülleri, i cili nuk shkëlqente shumë, por gjendesh në vendin e dur, në kohën e dur. Shife? Dhe Qinari me të majtën, numri 11, ka shënuar golin e parë në Puk. Dhe ishte goli që i çliroi. Ishte minuta e 6. Në ata lojtarë si në gjuhën po më thonë Ujki Ports dhe besoj se kjo do të ardhë Vllaznisë në sulm bashkë me Kalan. Dhe jo shikuar të ndeshje me Tiranë, por ishin 11 lojtarë të Akademinë Vllaznia që luajnë atë ndeshje. Pra, parasisht përveç Haka si ishte i dëmtuar, duke filluar me pjeshkën, me sherrin, Kapaklia, Qinari, Krymi dhe relatori i golit si ishte Kalaja. Ndërkohë, Regja shikojmë një 2 gole shënuar nga Iriu Dibra në Puk në minutën e 60 dhe të 74. Ky është goli i parë i Dibrës, i dytë për Vllaznin. Regj? Dibra është lojtari jonë, djalë shumë i talentuar, shumë punëtor, dhe besoj që i duhet Vllaznisë. Ky ishte 2-0. Rabosht, shikojmë dhe golin tjetër, ky është e përsëritur për t'ia tiposur mirë dhe të tjerëve se si bëhet një gol, jo me mendje të madhe, mjafton topi të kaloj, ky është goli dytë me kokë, nuk e di pse më kujtua një holandez në botrorin me tip koke shive, një t'i gjë është, duket ai ka kopjuar nga ky, megjithëse e bëri përpara ai.
Shidibra me kokë, Arin Raboshta shënon golin e 3 në takimin në Puk. Ti e sulmues vetë. A je Noati portën pa dalin e gabuar portierit. Gol shumë i bukur, gol me Noati. Mbohet qefi për Dibrën, se është djalë punëtor, lojtar i mirë, dhe ka me dhonë, shpresoj që nërsa ma te për gola, që të sigurojnë kategorinë Vllaznia, sa më shpejt. Dhe nuk do përfundonte këtë ndeshja se dhe kemi golin e dytës, 4 minuta para se të përfundonte, dhe Vullosi me këtë rezultat duke i dhënë 3 pikë në çmuar, një lloj qetësie të mërkurën në Puk dhe goli i fundit, regjia jep dhe golin e fundit nga dyca. Ky është momenti i këtij goli. E sallake Raboshta. Lojtari mirë, luan me të dy akoma. Se kur ti ishte rregullore, ai që çnonte me sallaken quhesh 2 gola, 1 gol quhesh 2. Dhe ja kalonte Sali. E tjera. Atë le të kalojmë tani te ndeshja tjetër, pikërisht më e rëndësishmja, te takimi Vllaznia Tirana. Le të shikojmë Alban hapjen profesor Dashi, shikoni stadiumin e vogël. Ky stadium gigant, tha Alban Hasani mbas pak, Loro Borici që do jetë evropian. Ky është momenti kur pritesh me shumë interes. Çfarë na bëri përshtypje mua Fationit edhe Turit në momentin që montazhit? Gjatë gjithë ndeshjeve, vetëm i sy i bukur e shef, Cungu ka qenë me xhup Rexha, i vetmi neshje që ishte dhëndër. Më thënë, shikoni, është i veshur Alban, ka bëj shumë, kishte i besim të jashtëzakonshëm për ta fituar të takim, dhe do të shikojmë mas pak edhe Cungun, i cili kishte i besim të jashtëzakonshëm dhe arriti, megjithëse kishte mungesa formacioni i Shkodrancit, kishte edhe formacioni i Tiranës. Ky është momenti, shikoni bankin, Cungu dhëndër. Grima, po tash. Kjo fushë sportive ka parë dhjetra futbollistë, mos më thanë qindra. Në këtë fushë sportive janë zhvillu kampionate lokale, ku kanë kontribu shumë lojtarët e Vllaznisë, kanë bërë stërvitje të rritë me Xhelal Juke me kompani. Kështu që është kënaqësi që shef përsëri në këtë fushë sportive e kthyer në stadium këta element të rritë tash që kanë dalë nga akademia. E kam thënë edhe në librin që jam duke bërë. Akademia Vllaznia është duke punu i jashtëzakonisht mirë. Dhe për mua, e kam të dokumentuar në shkrim, për mua Alban Hasani ka meritën më të madhe në avancimin me sukses të kësaj akademie. Edhe për para Albanit kanë punuar më falë, të tjerë. nuk e njoh kush ka qenë. Njoh Albanin, njoh Albanin, kërko se do gjesh. Zotëri, njoh Albanin, njoh edhe lojtarët e rinj të Vllaznisë, janë që po kontribojnë edhe jashtë, edhe në Kazakistan, edhe në Bullgari. Okej. Griselda, e veçanta në këtë takim është se një që është në qendër të mbrojtjes, është Cicmil, arrin të shënoj 2 gola, 1 në portën e vet dhe golin e barazimit. Shikojmë golin e parë kur Cicmili në minutën e 5 shënon autogol te porta e Vllaznisë. Ky është rasti. E shikojmë edhe të përsëritur aksionin. E nuk tha Alban që dikush për shembull e shitin ndeshjen Cicmili. Ja. Shiko, pa ta uli bisedën më në dek ta nivele shumë dobët, më ashtu për panelin tonë, domethënë, pa shkëm dek këtë gjendje. Është një aksion I ndodh çdo futbollist. Kanë bërë më mëj. Cicmili është një lojtar si sinqerisht domethënë vitet e në fillim ishte jashtë formët, por duke ardhur sidomos në fazën e dytë me ta një ngrimë domethënë ka filluar që kanë ndonori mund të jetë shtylla e ekipit. E ka shikuar se Vllaznia është një fanelë e rëndë, një peshë e rëndë dhe të kjo fanelë duhet me lyp çdo ndeshje më 100% e saj. Dhe Opata e Tirana vjen keq për Tiranë në këtë fanelë të rëndë, si e vesh do kushdo. Qartë. Rexha, si duhet të jetë mbrojtësi, marrëdhënia me portierin? Duhet merren vesh edhe pa folur fare. Qose më flasim për rastin fjalë, ajo është një instinkt. Instinkti që në mbrojtësit për më bëha më të mirë, e din portieri pak i dalin, ajo është që mund të nolin do kujdo, e din çdo mbrojtës ka nollë mbrojtësa shumë të mirë, edhe kanë me nollë në vazhdimsi.
Vjen mirë për Cicmilin që arriti me bë golin, si thonë, në çfarë mënyre të mos çliru shpirtnisht. Dhe u deshin 6 minuta. Se po pas parasysh ta njerëz si sa me liga interpretimi i fjalive të lojtarit Regja tregon se ka punuar shumë më psikologjike. Shikojmë golin e Cicmilit, golin e barazimit në minutën e 11, një aksion i rrjedhshëm i shkodranëve dhe qetësohen vllaznit, qetësohet Cungu, qetësohen gjithë, se vllaznin e ndjekin tani jo vetëm në Shkodër, po kudo. Ky është goli i barazimit, autori Cicmil. Raboshta? Aty u çliru te goli, se ju duk sikur e shlypi gabimin që boni. Të more më tepër besim, lujti më mirë gjatë gjithë ndeshjes. Req, mund të flasësh? Gjëra pozitive që kena arrit me po, ko kanë Ordhja për Saramandës, një trajner me shumë sukses, ko arrit me futat frymen që ekipi vllaznis është ekip me shumë vlera. Ekip që më themi që ka mësuar Shqipnin me lujtë futboll. Edhe vjen mirë që ka fut këtë frymë të mirë, duket se grupi funksionon mirë, kur bëjnë gol gëzohet ekipi, gëzohen tifozat, gëzohet qyteti. Edhe vjen shumë mirë për ekipin e vllaznis. Edhe na vjen keq të thonë që ka 4 vite që vllaznia lundron këta ujna, nuk e meriton me kanë këto që mu diskutu vllaznia me ra. Shpresojmë që këtë jetë viti i fundit, vitin tjetër, inshallah, ma net. Griselda, kemi parë për shembull shtëpinë e kapiten me sfushor, po e pam mbrojtës të djathtë shtëpinën. Të ka ndodhur ndonjëherë tu televizit trajneri për shembull nga portia shkon sulmos, kemi parë ato raste të fundit ku bëhet një korner në minutën 94, 95, por shtëpina përveç se ishte mbrojtës i djathtë, ndryshoi shifrat 2-1. Ta shikojmë bashkë. Pikërisht golin e shtëpinës, është goli i avantazhit, një pas dhe shtëpina arrin realizon golin e dytë dhe gjithnjë epicendra është e vllaznit. Ata që ndjekin vllaznin gjithnjë. Ky është goli i avantazhit. Është Bardulla që ka pasuar me 3 takime dhe ka përfunduar topin në rrjet. Rabosht? Aksion i bukur. Merita e Sefsa dhe Shtupinës me lëvizjet gjithë. Lëvizjet merreshin vesh. Reç aksioni fillon nga mbrojtja, më duket. Po, aksion shumë i bukur. Ky është goli që evoluosi fitoren, pse ishte Jo e hapi fitoren, se është një gol tjetër, nuk të leje Albani, se mas është Qinarit është ai që thot Kalaj, që kanë filluar dhe oferta tani dhe për Kalan tani është goli, por hapi fitoren me 2-1. Albani kjo gol? Normalisht, është një skem përdorur gjatë jasë, kena një sfitin e Armandës çdo ditë, dhe nuk vjen aksidentalisht, vjen si rrjedhojë e punës e përditshme, si detyrimisht pas punove taktikisht dhe teknikisht nuk mund të bëjnë golet. Besoj si goli dytë, si goli parë, në shtyllë dytë Cicmilis, si goli dytë dhe goli tretë është një skem e praktikuar gjatë seancës servitore. Griselda, çikojmë golin e Kalas, goli që vulosi rezultatin 3-1. Është një gol që fillon gjithnjë nga mbrojtja. Ky është momenti shumë pasime brenda zonës, intuit, në mënyrë të thjeshtë, Rabosht. Shikoni stafin sa shumë u gëzua stafi. Po dhe shikoni, ideja e çdo lojtari që del në vijim fundore nuk është detyrim që këto thëhet në pikën. Ishte skem, edhe unë jam dakord me Raboshtën si Barcelona dhe fanellët si Barcelona, bile Barcelona ja ka kopjuar fanellët vllaznis. Këto janë dy lojtarë që kanë 15 vite që luajnë tek kjo fushë, kanë 15 vite që luajnë bashkë dhe këtë fushë e njohin në plan dorës dhe është një njerëz ata gole që kanë bërë shumë gola me ekipin e trive të paratrive që ky Brez ka dalë kampion me paratrit, me U17, me U19, plus janë edhe të dy bashkë lojtarë të ekipit kombëtar U19, U21, me gjithë Krymin, Hakajn, Qinarin, Sherrin, Dyqen e tjetër. Pastaj që thashun, ajo fushë ka pa futbollista klasit, ka pa futbollista të vllaznis, ka pa futbollista që kanë dalë nga ndërmarrjet, nga lagjet. Mbas pak do shikojmë intervistën e Cungut
dhëndër, por jo tani. Është momenti që ne akujtuar Marvinit fjala publicitet apo reklam, Kriselda? Si janë qari, ma. Reklam, publicitet. Jemi rikthyer drejt për drejt, ju rikujtoj që ky emisioni ditën është drejt për drejt, ndërsa ata që dëshirojnë, sepse do të kesh 3 televizora në një shtëpi, se njëkohësisht kanë dhe 2 kolegë të tjerë që transmetojnë tani drejt për drejt. Do të kesh 3 ekrane, por ata që duan ta shikojnë me qetësi, ritransmetohet nesër në orën 13 ky emision që tani po bëhet drejt për drejt. Le të ndjekim tani intervistën e Cungut mbas ndeshjes, kur ai gjithnjë është me këmbë në tokë dhe ndeshjen e radhës do ta ketë në Ballç. Cungu. Kemi pas shumë problematika, sidomos javën e fundit, me shumë dëmtime, lojtarësh apo edhe me një kartel të verdh. Patë edhe në ditën e sotme kishim paktën 5 lojtarë të cilët nuk ishin, 3 prej tyre nuk ishin absolutisht as 18, ndërsa 2-3 tjerë kanë filluar nga bankina, pasi gjendja tyre fizike nuk ishte ajo e duhur. Aq më tepër që edhe me anë informacion kemi pas lojtarë të cilët, siç e patë edhe vetë, edhe Dibra, e kemi fut me shumë sforcë, por nuk ja doli, pra një detyrim në rrim i detyruar në fillim të lojës. Po kështu edhe në pushim të ndeshjes me Kapaklin, edhe ai ka qenë me temperaturë 3 ditë me temperaturë në 40. E në këto kushte ba me 2 ndrrime të detyruar. Megjithatë lojtarët që u futën në fushën e lojës dhanë edhe të më të mirën për këtë fitore. Kemi pas shumë problematika, sidomos javën e fundit, me shumë dëmtime, lojtarësh apo edhe me një kartel të... Alban, kjo ishte intervista e Cungut mbas ndeshjes, edhe ai kostume Cungu duhet ta ruaj gjithnjë, Cungu kur të ketë ndeshje decisive, për shembull në Ballç duhet ndroj kostum? Armandja shuhet për djalë Shkodran, djalë si veshët bukur, jo të vllaznia, por qysh te Kuksi, qysh në shkollë, qysh sportist, domethënë është kulturë e familjes time, kultura e tij, domethënë si është tregon qytetari Shkodrani, Armandja i tregon qytetari Shkodrani. Është një veshje mos si Shkodrani i shkon për shtat, në Simas Laçi, as Tërbuni, jemi në Shkodran, dhe unë besoj dhe në kushtet e mia që i kam propozuar edhe stafi vllaznis, edhe tani tek atëmi vllaznia duhet veshin me kostum, sepse ne përveçse vllaznin, përveçse vllaznin e Shkodrës, ne jemi emblema e Shqipërisë, në të llojet aspekte, në sport, në kulturë. Pra veshja është kulturë dhe nuk ka si gjë për që ditur, sidomos me Armandën. Besoj tani kanë edhe janë me fiksime dhe unë me që thuti, do të sugjeroj si nesër të veshim këtë kostum në Ballç. Okej. Profesor Dashi nxori një problem Alban Hasani. Duke qenë për shembull ekipi kombëtar, gjithë për shembull kur bën asamblenë shikon federata ka uniformën e vet, ka një kostum të vetin, ka stemën e vet. Pse mos jetë dhe vllaznia, përveç shtutave, kjo ndodhet edhe te voleybolli dhe te basketbolli, të ketë një kostum të gjithë njësoj. Nuk është vështirë për të bërë. Desha ta përmend. Po më përpara, du të thëmë edhe një gjë, jam dakord me fjalën e Albanit, që tregum edukatë dhe kulturë edhe në ndeshje. Në qoftë se ke shku në stadium në Qemal Stafa, edhe ke pa ndeshje, duhet zesh veshët me dyll, që të mos në gjësh ato sharje. Nësa Shkodra per dje, kur lujti, një edukat nuk u përdor fare as një sharje. Dhe i thash një tifozit Tiranas, që e kam aty komshi, urnoj thash. Kjo është kultura e Shkodrës. Në gjove të shara, në gjove me nan, e me motor, e me libër shpijet? Jo. Kjo është kultura e qytetit Shkodrës. Ne shkojmë për me pa ndeshje, i thash. Te uniforma. Profesor, te uniforma. Te uniforma, du të lidh me kampionatin vetjak të mundjes judo. Jo ta themi pak më vonë atë, për te uniforma njërë. Mendoj që mund të bëhet. Jam plotësisht dakord që çdo ekip duhet të ketë uniformën e vet. Dhe s'ka asgjë të vështirë në këtë punë. Kur kam shku për herë të parë në klubin Vllaznia si drejtues, më ka ardhur turp nga vetja ime kur pash ndeshjen e volejbolit të rriturit, njëri me fanelë jeshile
njëri me fanel të bardhë, njëri me fanel të kuqe, njëri me fanel të zezë. Dhe më ka deturu të shkoj në Korçë, të bëj uniformat kuqe blu, që janë fut për herë të parë në Shkodër, me iniciativën time edhe të Mark Drezhës që kemi shku në Korçë me i ba. Sa Diego, Uniforma është gjysma e paraqitjes të sportistit. Gjysma, thot profesori. Mund bëhet kjo të djemtë kanë kollaj kostum, po dhe të vajzat, por mos duken si kolej, duken njësoj, nuk ju pëlqen, po uniforma zyrtare vllaznis. Qoftë edhe me tutë që në? Jo, tutë atë, kostum civil, kostum tamam. Krejt normale, gjdo ekipi i volleybollit i ka uniformat ashtu si që duhet. Uniformat po është fjala për kostum civil. Kostum civil, tje njësoj. Civil, jo. Si që ka Milani. Jo, një minut, nështë atë futbolli edhe mund të ashtu, po të volleybolli normal, s'ka kostum sportiv, kur të paraqitesh në neshje. Në neshje. Nuk i shkan. Ka që i vajzave të shkojnë të losin. Jo, një minut, të shkojnë, nështë kur shkojnë një aktivitet jashtë, mund veshën me kostum, s'ka, është krejt normale. Po, s'po ka fonde i klubi për kostume thjeshta, jo, kjo është problem tjetër, kjo është problem tjetër pastaj. Këtë drejtësi e futit prezidenti Fusha, kur vazhdon lutën në Europë, dhe sidomos normalisht kur lush me Napoli, me ekipin e Galatasarayit, me ekipet të mëdha. Shefi i klubit mundet me fut një frym të re, mund t'i bajnë disa kostume të veçanta. Nuk ka kostume të veçanta, e përdor gjithë bota, përdor Shqipëni, përdor Durrësi, Korça, Tirana, Vllaznia, as diçka serioze, sidomos në element në aktivitetet kombëtare. Normalisht futbolli. Kurse sportet tjerë detyrimisht marrë. Normalisht marrë. Diçka unë mund ta konceptoj në aspektin ndoshta më shumë vetjak të drejtuesve, si mund t'japë një ngjyrë presidentit, shefi klubit, ai që merr atë punë, se çdo ekip nuk ka vetë president edhe shef klubit, po janë shumë hallka, shumë drejtuesë në gjitha llojet e sistemeve, dhe sidomos me stadium, se të bëhet Vllaznia e Shkodrës. Gjithçka e shkan. Me këtë qytet të bukur, me stadium bukur, me këto njerëz mirë, marrin çdo gjë, çdo veshje, ose çdo gjë të veshur ose. Këto ndihmojnë, por ajo që vërteton që Vllaznia është tamam Vllaznia është fusha e lojës në fundjavë me Ballçin. Kam shumë besim, sinqerisht kam shumë besim, sepse mund të përmendem edhe një aspekt shumë fort, domethënë si Vllaznia e ka marrë boshtin e vet, devullata të drejtuesat. Pra, edhe me drejtuesin e ri, me zotin Gjerezi, si do Fenderej, ka dhënë shumë afër Vllaznisë, me të llojet aspekteve, për ata që ka pas nevojë, ndoshta dëgjone elementare, por duke qenë afër drejtuesi ose i zoti i shtëpisë, është diçka pozitive shumë për sepse njëll besim të ekipi, jo të ekipi parë, po edhe të akademia. Pra, po tjetë kryetari i shtëpisë, kryetari i grupit, njëri me pozitivitet, besoj si do të jetë mirë. Po si në këtë rezultat, në këtë çojit mirë ka padyshim edhe drejtori Grimo, si kam thënë herë tjetër, domethënë si në ligën superiore, domethënë është strateg i ligës superiore, në të llojet aspekteve, si menaxhim, si në bashkëpunim me institucione të tjera si federacia dhe ekipe të tjera, dhe marrë mandën normalisht se janë shok, njëfin qysh mi edhe ka të bëjnë shumë, sepse Guardiola nuk ka të shku të City se ka ma shumë lekë se Manchester United, po të shku sepse gjenë shok fëmijët, Big Stein dhe Butra Gejën, si lozin janë bashkë drejtuesat të City dhe kur janë ndërthurë drejtuesat, specialista dhe edhe tjerë, edhe bishë mirë jashtë fushet, normalisht puna shkanë ma mirë, si shka shku puna shumë mirë me dy trajnerët e ty në dy zotnive, Plorit dhe Nikajt, kur kanë kënë trajnerët të rimon të unda mlajt e të ushta bajta, të shi ka da pak kja karriera, por besoj si prap janë bashkë gjithë ditën dhe besoj si me Qeregja ka dëshirë të flasin dy fjallë profesor Samelin, pa e thamun dy fjallë profesor Samelin, se është pak ma mediatik se profesor Elvisi, sinqerisht kam dëshirë me shprej këtu si të zvit jam me profesor Samelin. Është përfundimisht drejtor, apo është provizor, sepse kur u bë stafi, Grima nuk u thirr, ka thënë. Jo, Grima nuk u thirr, imagjino drejtori teknik, kur është prezantuar Cungun në bashki, nuk është thirrur. Dhe ai ka thënë me ironi nuk më njoftuan. Janë shkrirë akujt, se erdhi pranvera tani, Buna është ngritur, Drini është ngritur, apo jo Raboshta.
Se kur shkrim Bora, ngrihet Drimi, ngrihet Buna, është në rregull Grima tani, drejtor teknik përfundimisht? Grima ka qenë drejtor teknik. Po nuk u thirrën në prezantimin e stafit. E mban mend Alban? Nuk e mbaj mend. Atëherë mirë. Sinqerisht. Dakor. Gjërat nganjëherë, profesor Dashi, nganjëherë gjërat i harrojmë shumë shpejt dhe kujtojmë. Ose bëjmë sikur i harrojmë. Ose bëjmë sikur i harrojmë. Kalojmë tani te judo. Ç'a ndodhi këtë javë me judo? Tani unë kam ndjek mundjen judo. Gjatë verës kam shkuar, kam marrë të dhana për atë që jam duke bërë, enciklopedin, dhe më ka bërë shumë përshtypje, stërvitja me një seriozitet të jashtëzakonshëm, që nga moshat e vogla e deri te të rriturit. Për mendimin tim, Anton Shkoza punon në mënyrë të përsosur. Vinë fëmijët, takojnë trajnerin, e puthshin dy faqet, filloshin nxemjen, një marrëdhënie e jashtëzakonshme, një marrëdhënie shumë korrekte, shumë e mirë, shumë shoqërore. Rezultatet e mundjes judo të Valdez Vllaznia janë shumë të mira. Shumë të mira. Është disa herë kampione. Ka nxjerrë shumë kampion. Pata rastin ta shikoj të ditën e diel në Tiranë një kampionat vetjak. Më bëri përshtypje shumë mënyra e organizimit atij kampionati. Për mendimin tim lente shumë për dëshiru. I thash edhe presidentit të Mundjes Judo, i thash, çfarë është ky aktivitet, kampionati vetjak? A ka media, a ka nëj gazetar, a ka nëj korespondent sportiv? Tash po vim, tha i kemi lajmëru, tha tash po vim. Një rëmuj, aty tapeti, aty bëshin nxemje, aty bëshin gara. Duke pas sallën më të madhe anë matan, i bëjnë të salla e vogël krejt atje. Megjithatë, të gjithë mundësat e judos ishin djem përgatitur, vajzat përgatitura të gjithë rrethave. Zhvillun gara ndeshje shumë të bukura. Nga Shkodra dolën gjithë ato djem kampion, që po t'ishte klasifikim ekipor, Vllaznia, Mundja Judo, Vaudesi, Vllaznia, zishin vend të parë. Faleminderit profesor Dashi, ndërkohë ju shikoni në ekranin tuaj sipër temën e sotme, a besoni se Vllaznia e kaloi mbijetesën? Kanë ardhur dy mesazhet e para, pikërisht jemi detyruar t'i lexoj. Mirëmbrëma, po ju ndjek me vëmendje, në studio keni dy futbollistë shkodran të kategorisë së parë, po them të shkëlqyer Rexha, një mbrojtës i pakalueshëm dhe një sulmues rrace si Raboshta. A bitem që këto dy futbollistë nuk janë pjesë e Vllaznisë, që për mendimin tim them që do mbijetoj? Alban për këtë mesazh. Normalisht, vërtet e ka thënë, ne kemi kaq shumë shkodran të... Po normalisht, janë dy lojtarë si nuk ka dhënë mundësi jemi në ekipi parë. Unë besoj si Rexha edhe Raboshta është një golator që na mungon shumë dhe sinqerisht në këto momente Raboshta na kishte bërë jashtëzakonisht punë për atë që kemi nevojë në shënimin e golit. Shpresoj që në qershor edhe Rexha ky Raboshta mos t'i mshej shumë në anës financiare, sepse është pak i dhënë në anën financiare, por kënë mundësi si të lozim me ekipin e Vllaznisë, mos shikoj shumë anën financiare, sepse te Vllaznia do të një kënaqësi edhe një dëmshmëri si mi dhënë Shkodrës, është prioritet shumë i madh dhe shpresoj si qershor të jetë pjesë e jona. Mesazhi i dytë më vjen nga Malësia e Madhe, numri është 068, mbaron me 726. Jam nga Malësia e Madhe, sa përket ndeshjes Vllaznia Tirana, unë mendoj që Tirana na lan ndeshjen. Por Vllaznia mbijeton. Tema është kjo e dyta. Pra, ky nga Malësia e Madhe, gjithnjë gjykon, shikon edhe di pse e thot ky këtë, Alban? Sepse po shikosh gjithë kolegët e mi në televizionet në Tiranë, kryeqytet, i qajnë nallin kaq shumë Tiranës
i qajnë nallin kaq shumë Partizanit, sa duket sikur Partizani është merë se u mund, ose është merë se la barazim me Pukën e tjera. Pse ndodh kjo? Tani po të shikojmë në 2009 objektiv këtë aspekt, sepse gjithë qendra është në kryeqytet në Tiranë dhe si Tirana. Do thotë që qendra është Tirana dhe Partizani. Po normalisht gazetarët Tiranës është aty janë lokalet janë afër, rakinë kanë të mirë, çebot kanë të mira në për të stadiumin që Mustafa, ka vite që funksionon kështu, si të veshëja edhe shumë televizora të tjera. Por Vllaznia vetëm me punë, se edhe në kohën e diktaturës dhe Vllaznia, jo që na kanë dashur ose na kanë përkrah, por edhe atë kohë vetë ju kemi marrë me punë, me disiplinë dhe ma kryesore si është më jemi na që e kena shpik futbollin, ju kemi marrë me talentin ton, lojtarët më të mirë në Shqipërinë të nakonave. Besoj se e keni pa edhe misionin për yjet e futbollit shqiptar, Ragami, shumë Bizi, Paulino e tjerë, si Kusha Shkodra. Dhe atë ditë ka marrë shumë urime fatikisht nga shumë shok nga vrathe të tjera se sinqerisht Shkodra është djepi futbollit shqiptar dhe na zot presim nga Tirana, nga kryeqyteti si ta bëjnë lojë Vllaznisë. Dhe fillon mesazhi tjetër, jemi drejt për drejt, është numri 069 me 126 në fund. E njeh Freç? E po shive ai të njeftë. Për shembull Rexha duhet që vitin tjetër të shkojë te Vllaznia. Është një mbrojtës i pakalueshëm, shumë fizik. Vllaznia mbjeton pa merak. Dhe ka dhe një emër këtu, Geni. Njeh Geni. Ja po të ndjek. Po e njoh. Vazhdoni ti në mesazhe dhe mesazhet janë pambarim. Piero, Lutfi Nuri është më shkodran se shkodranët. Kjo është shumë vërtet. Sinqerisht do ta falenderoj. Falë, numri është 066 për të vërtetën 202. Ky është numri, se duket se kur po i shtoj unë. Ky është mesazhi. Një fillon numrin. Besoj si është shumë e vërtet. Lut Nuri ka dhënë prova ta vitet e fundit si është i shkodran, sinqerisht domethënë është i tifoz i Vllaznisë. Dhe ti mendon që Luti është fut aty për që Vllaznia ka lënë, Tirana ka lënë Vllaznisë? Nuk ka lidhje apo ose këtë nesh për vite të tjera. Kudo që keni pas nevojë për Lutin, edhe na gjën pranë Vllaznisë, është tifoz i Vllaznisë, para se me Leon, domethënë ose shumë vite përpara, siç janë tifozë edhe shumë drejtues në federacië të tjerë, sepse gjithë e dinë që pa Vllazninë kampionati nuk ka bukurinë. Është siç ka thënë një mik i joni këtu është me shkon darsën pa orkestër, është me luajtur Superligën pa Vllazninë. Për këtë kampionat më i bukur se për me pas spektakël vërtet Vllaznia do të jetë për trenat e para. Jo do shikoni jo të neshë si u shikuesat Partizani me Korçën. 4 vjet kampionship mirë të kenë veç 500 vet tifoza, 500 vet një stadium plot. Do filloi stadiumi me bileta. Por Alban më fal, 069 838 është mesazhi i radhës. Mbrëma jam një tifoz i Vllaznisë, besoj se Vllaznia e meritoi fitoren, është një skuadër shumë e mirë. Rabosht. Vllaznia meritoi fitoren. Ata që mendojnë kështu nuk janë tifozë, janë zdi se të thonë. Numri, më falë edhe këtë numër pastaj do ta mbyll edhe se mesazhet janë pafund. 068 116 numri i fundit. Mirëmbrëma, pa Vllaznin nuk ka bukuri në kampionatin shqiptar. Vllaznia mbjeton dhe urojmë që sezonin tjetër të jetë për titull kampion. Përshëndetje nga Kruja. Nga Kruja. Ka Shkodran? Ka, ha? Po si s'ka Shkodran? Janë tifoza Vllaznisë, pra? Dhe dy mesazhet e fundit Alban, jam i detyruar t'i respektoj dhe tjerët nuk do t'i, nuk ka vetëm ta bëjmë tani emision me mesazhe, apo jo Turi? Përshëndetje dhe sa vite do të zgjasë lufta për mbijetesë e Vllaznisë, se kemi 5 vite që luftojmë për mbijetesë, këto vitet e fundit nuk i kemi lënë gjëmangut Bubqit. Është mesazh. Është interesant si mesazh. 5 vjet me dorë në zemër te doktor shpëtimi me Trina.
Shiko. Iki kjo koha, tani të kapi momenti... Shiko, sa e për këtë nështë me Tiranën, besoj si nështë teknikisht nuk keni vurë sepse por Tirana ka arë me 7 litarë mangut dhe 6 litarë Edhe Vllaznia ishte mangut. Janë litarë të U17 dhe U19. Dhe me thanë është një katastrofë për Tiranën që në gjirë e saj, hera parë disojnë në vetë si këtë litarë rezervë U17 dhe U19, një nërta dhe djali presidentit Halili. Besoj si Tirana për 5-6 litarëve kryesorë më në tjertë ishin janë litarë enigmatik, si nuk përvejsojnë të fanel. Dhe ne ishim më të përgatitur edhe ne ishim e doshim ma shumë fitore sepse ne ishim për mas mëra kategoria kurse dhe për Europë. Dhe mesazhi i fundit detyrohem ta ndërpres, mesazhi tim pa mbarim është një numër i cili fillon me 69 dhe ka 4 shtata, e njeh? 4 shtata në fund. Nuk e njeh. Ju përshëndes të gjithëve në studio, Vllaznia është e shpëtuar se është djepi i futbollit dhe Alban Hasanin e përshëndes se është drejtori më i apasionuar. Do ta gjesh të numër, patjetër. Më 4 shtata i bine në edhe profesor Dashi tha që Alban Hasani, unë them ka dhe papa Albanit, por du të gërmosh të gjesh të libria. Një Gjeral Juk ka qenë para Alban Hasanit. Atëherë vazhdojmë pikërisht te U17 dhe te U19, jemi në momentet të fundit të rubrikës tonë të sotme, skuadra të cilët në mesjavë janë mundur nga Laçi, si U17 U19, këtë javë U17 fitoi 1-0, ndërsa U19 u mund. Janë dhe pamjet, Alban, fjala për ju. Si që është nësim më zhvillëneshtë këtë fush, është në Helmës 5. 5 Helmës. Dhe para 3 ditë është një atmosferë krejtësisht ndryshme, një katastrofë, një fushë dhe si vetëm më të shikojmë të ka Livadët, të ka Lagja Kiras, por ishte një gabim i joni si morë përsipër si lozi fëmijët aty, sepse edhe dëmtimet, kemi pa shumë dëmtime, të ka të dëmtime, dhe ti mësoj fëmijët ma me litë futbol, po nuk kujtoja koha jonë, koha e brezit tonë, por federata detyrimisht do me futë edhe ekipe si nërsa se meritojnë për me vlerësuar numrin, dhe i bënë dëmë të në fëmijëve. Kurse këtë pjesë, kurse këtë fush, besoj si e japin më të mirën e tyne. Te U17 normalisht, këtë thënë edhe qysh në fillim, kemi një brez natën nënsh, brez mirë, kemi altërnu me brezin 2000, si është në brezin më të mira si do të vinë në Akademinë Vllaznia. Kemi shumë litarë si janë besoj si i duan Vllaznisë, si janë sidomos litarët krajt majtë si Hyseni, Marinaj, Parubi, Hoxha si litarë 2000, i Sufi si është litarë i 2000 dhe në litarë tjetë preferuar, si unë kam lidhë dhe vetë Mërës, është një litarë tjetër si besoj si edhe në zënë shumë shpejt emrin Tajragaj, një litarë Shkodran, dhe janë në ardhët sigurt. Nuk kemi si vitet tjera, si jemi kanë kampion shqipjet absolut, sepse jemi mësuve pa gjithmonë Vllaznin ma në ka 20 pikë shputë në vendet tjera, por kemi shpresat të U19, edhe si pa shumë largime, si Hebaj dhe Fagaj, dëmtimi edhe Lorik Arifit, një litar i Kosovar, i listë në 97, por jemi pretendent kryesor për më shpall kampion, që ndoshta nuk është në objektiv mallor i joni, por objektivi mallor i joni është më që këta litar të shkojnë në ekip parë dhe krenona me këta litar si Lozin, siç pa krenona edhe këta vite tjera si janë fash më përpara me Dycel, me Qenarin, me Kalanën e tjerë. Keni një problem me ekipin me problemet me ekipit kombëtare, siç më bën shumë keq si ta litarë si ka shinu gati 9 sa gola dhe kam shku vetëm 20 dhe nuk ftohet kush teknik kombëtar të U19. Shpresojmë si me një bisedë zotit Grima dhe detyrues të federatës ta litarë të jenë prezent në ekipin U19 sepse meritojnë, sidomos edhe litarët e linjës natë të si është Pusi, Miloti, Rajqević dhe portieri Man Bajri, si duhet të jenë pjesë e kombëtarës U19. Kjo është plani kryesor i akademisë me pak fjalë në këtë ashtu, në ka ardhur lojtar i ri, i
si nga Gjermania, një lojtar Brahimi, ditëlindjes 98, plus që janë lojtar ka kënd ekipin e Dortmundit të U19, është i përvojësim i mirë për vitin tjetër, plus që i lojtarët kryesorë aty, marrë që janë lojtarët në vitit 97, me Vjerdhen, me Premqin, Kukajn, Blinishta, Donat Toma, edhe në lojtarë për të mirë në akademisë, është edhe Vecaj, si tani ka firmos të ekipi Vllaznisë dhe është lojtar pjesë Vllaznisë, kur në këtë zot ekipi parë është fjala për Wendin. Wendi Vecaj dhe është një kapiteni i trive. Gjithë këto janë lojtarë si Kola, janë lojtarë si kanë të ardhme. Nuk është të thonë që gjithë me lujtë me Vllaznin, sepse çdo gjë do të në kohën e vet, por të jenë pjesë e Vllaznisë, sepse të firmohet me Vllaznin, se po shikoni vetë me shumë lojtarë ka si po bledh Vllaznia, po prap si prap lojën, golet edhe falin në peshën më të madhe pa më lojtar Shkodran. Ata si e kanë gjatë këtë fanet. Mendoj se treva e Shkodrës është shumë pjellore për futbollin. Ashtu siç është Kashari në Tiranë për Prasin, është Shkodra. Jo, kjo bëhet nga propaganda, sepse unë e kam parë volejbollin dhe ndoshta ata nuk e njohin se sa bukur luajtën vajzat e Sadijes dhe fituan finale për vendin e 8-4. Si që ndodh tani te mesazhet? Nga që kam në studio Rexhen edhe Raboshtën, të gjitha mesazhet këto po i bëjnë që ti marri dhe Barcelona, edhe Reali. Por kam Raboshta, veçova një tani, se në kohën që fliste Albani, presori, ndoshta i prit, kjo është normale, po ndiqet emisioni, po dhe i kanë parë. Thot Raboshta, jam nga Saranda. Kjo më bëri përshtypje. Vllaznia ka kaluar mbijetesën dhe jeton vetëm me fitore. Vetëm me fitore, Vllaznia do kaloj edhe mbijetesën. Nga Saranda. Më bëri përshtypje që televizioni jonë, Star Plus, ndiqet edhe në Sarandë. Si ndiqet dhe në Kosovë dhe kudo. Televizioni jonë shikohet në Athinë në të momente? Po jo, mund qërit edhe në Amerikë, po them, shikoni, janë tifozat e në Amerikë, po janë tifozat e Raboshtës, dhe ky është imazhi. Po që ju ndjek direkt, domethënë, dhe emisionin. Kështu që është saktë që ndiqet edhe në Amerikë. Atëherë përshëndesim gjithë ata që na ndjekin. Të paktën ti, ha? Profesor Dashi? Po shifet dhe surati jonë në Amerikë. Po tani surati varet si. Shikon. Atëherë në mbyllje, se erdhëm në minutat e fundit tu i mbyll. Marrin për ashtu. Jo, pra asnjë nuk të merr. Mesazhet janë pafund, thash, dhe lexoj dhe të fundit fare, ndoshta edhe këtu e mbyll, Vllaznia mbijeton. Bravo Raboshta, bravo Kastrioti në Super League, por dhe Rexha do jetë konkurenti fort pra dhe Lezhë. Ndërsa lajmin e bukur që e tha Albani ishte që presidenti Korabit ka dhënë dorëheqjen përpara ca minutash dhe e tha si lajm të bukur për Beslidhjen dhe për Kastriotin, por jo për Korabin. Korabi ishte janë djemë të rinj që luajtën, që pësuan zhgënjime, ashtu si pësuan zhgënjime dhe të Tribuni, skuadra e ndërtuar ndoshta për të mbijetuar, por që nuk qëndrojnë. Vjen keq sepse Korabi dëshme ndërtu në futbollin në anekse tjera, nuk e la për futboll si luhet, si Lezhë të 4 vite, sepse Lezhë po të kishte president tjetër, mos i ishte më i futën, mos i kështu drejt, domethënë, si mendoj si jashtë standardit Shqipërisë, Lezhë do ishte Super League ka herë. Kurse numri me 47, besoj se është numri i bespat, si e falenderoj se është nga Durrësi, dhe është pjesëtar Federatës Shqiptare të Futbollit, është një tifoz i Vllaznisë Shkodrës. Reç? Jo falenderime, se falenderime i tha Albani. Lezhë, si tha përstoj anën negative vetë me presidentin tonë se nuk merret me papaskena, si e thojmë na. Ajo është një president shumë i drejtë, shumë korrekt. Tash 4 vite që Lezhë pretendon më njët, a i s'ka meta si bësh, që nështë atë ekipet e Super League se vujnë këtë gjë. Nisha para 6 mujve të ekipit të Erbunit, po vjen keq me thanë, po 5 muj as i rrogë, është shumë problem. Presidenti unë, dhe më thanë, nuk në kolon as i gjamaut, si se nga ka mil gojen, nuk kina gojë që me thanë hume se s'mur me lektu, se hume se s'ba me kytë. Është i presidenti apasionum, në arrinafrën shtë vitje, neshe ngrëmullime në gjithë qa. Në ka projtë ranjë shumë një Shkodran, cili punan shumë mirë me ne, ka futat frymën e grupit, edhe përstoj tjetër që ishte, që na vjen këtë qiku, përstoj kepi, punot e mirë. Pra Lezhë i ka tana, që nga punëtori fush, të doktori, edhe të maru të presidenti. Jo, po të është edhe Raboshta, ma mori nga goja, të gjithë dhe Raboshta. Presidenti kryes është shumë i mirë, trajneri shumë i mirë, se s'kam parë një futbolist
Profesor Dashi, nuk kam parë në njërë në një futbolist të shaj presidentin. E dy kur është janë, se ndan, ishte... Mund që lafdroj, por... Shkëmbi ishte idhull të Skënderbeu. Idhull, sa arriti në deklarat tha, ti iqet emri Skënderbeu stadiumit dhe ti vjet Shkëmbi. Dhe sot a i tani pati përplasje me presidenti që ishte idhull dhe nuk është asë informacion dhe duket pa e piketon tani e tjerë. Po ta marrë një këtë prizë, i bjetë masim Kosha 5 vite kampion, edhe e vetë e Skënderbeus. Nuk ka lidhë Skënderbeu ose stadiumi Qemer Stafa. Lidhë ka Qemer Stafa... Kjo është tem tjetër, që të fillon dhe e rubrikën nga e para. Një vit ka lujt për vllaznin. Pa, Quja Arena Shkodra, po ke futbolista për Gjeloshi ka lujt 13 vjet. Okej, Mohamed Dibra ka lujt 13 vjet. Po pallatin e sportit, si duhet ta quajmë? Ka përmend të tjerët. Ke? Po, të femrat Griselda, mund t'i vem një emër një fushës... Lazër Matia. Kujt, Pallati Sportit e ka në Qazim Dervishi. Është personi i parë që ka... Shikoni, një fjalë sa shumë debate ka në studio. 1928 ka ardhë basketbolin në Shkodër në Qazim Dervishi. Është baba i basketbolit në Shkodër. E meriton tjetë Pallati Sportit. Fjallë pate për kryen për të një... Nërsa për stadiumin një, edhe për datën që ekziston 1919, nuk jam dakord. Futbolli zyrtar është luajtur 1913, skuadra independente me forcat austro-hungareze që ndodheshin në Shkodër. Prandaj, datëlinja e futbollit është 1913 dhe ja 1919. 1919 lindi shoqëria kulturore artistike Vllaznia, që kishte mbrëm edhe sportin, atletikën, hipizmin, ciklizmin, futbolin. Dhe tani filloi mori vrull, po do të mbyllim sepse regjia më bën shenjë. Po pra, kjo varet nga ty, profesor Dashi, se mosha bën vetëm. Pra ne nuk i thesim ne shumë të mëdhenj si ty. Profesor Dashi, tani po mbyllim emisionin. Kemi ardhur në regji në minutat e fundit të emisionit tonë të sotëm. Falenderoj Dashamir Sherjan, i cili së shpejti e ka bërë gati pikërisht enciklopedin për sportin shkodran. Të falenderoj profesor Dashi që ishte sot drejt për drejt me ne. Sa Diego ga të falenderoj dhe atë që tha dhe Gjirgji... Një minut, Piro, se unë do thënë dy gjana tash në fund të emisionit, se sikur s'pëna jepet shumë mundësia në futbol këtu. Puna bëhet gjithmonë. E fillume, po meten shumë gjana pa thanë, sepse në radhë parë duhet të falenderoj vajzat për këtë rezultat. Gjithashtu duhet që edhe klubi i Vllaznia, bashkia të kthejnë kokën edhe nga për arsye se këto po japin shumë dhe po vlerësohen pak. Du një fond të konsiderueshëm, i realizueshëm për vajzat, sepse në fund të fundit vendi i tretë është sukses. Këmbana bie për ata që ka vesh dhe i që ka vesh e dëgjoj këmbana dhe bën atjera. Falenderoj që ishte sot drejt për drejt në Star Sport. Falenderoj Ervin Regja dhe të vazhdojsh konkurencën. Vazhdoj e lavdroj presidentin, se ke mirë, me Kastriotin. Dhe nuk e di si do përballeni me Kastriotin. E keni në lesh kalendarin, se se kam para, pa keni neshe me lesh. Nesha fundit me Kastriotin është në Kruj. Në Kruj. Falenderoj Ervin Regja, falenderoj Jasmina Raboshta, për të arritur të ndeshja e përplasjes, ti esh kaq pikë para sa mbas këtë fare vlera e ndeshja me Beleshën. Falenderoj që ishe sot me ne, Griselda Ibrahimi, futbolista dhe Dorit, falenderoj Griselda që ishe me ne, Alban Hasani, për kuriozitetin e gjithë shkodranëve, ke 2 mbi emra, Hasani dhe Neziri. Pse? Po, kem që shkuar. Se marun. Profesor Dashi, të lutem. Po mi më të lutem dhe unë pyeta këtë tani profesor Dashi. Prit. Po dakor me profesor Dashi ta gjej se erdhi në mbyllje. Në kohën e monizmon ne kanë parekun edhe 2.000 emra Neziri. Atëherë të falenderoj që ishte sot me ne Alban Hasani, Alban Neziri, të gjithë që të njohin, njëkohësisht një përshëndetje dhe nga ta stafi teknik, duke filluar me Arturin Marviksin, Margjetën, operator, grafisin Arlin Drepishtin, Fadion Kraja, përgjegjësi të transmetimit, ndërsa në pultin e studios qendrore, Marvin Maka dhe Gjok Vecaj.
Kaq ishte drejt për sot, ritransmetohet nesër në orën 13. Deri nesër, natën e mirë.